Shëni, këtë çështje mendoj se duhet më bënë në disa rrafshe. Do të për të menaxhu situatën si të tillë, të jemi në rrafshin meteorologjik ose të parashikimit të hershëm që e bart institucioni, pastaj problemi social apo vedijen e qytetarëve për menaxhimin e burimeve ujore, mbeturinave e tjera, pastaj çështjen e licitacionit apo çështjet institucionale dhe në fund vim te kjo që tani ju sapo e ngritët çështjen, unë po e quaj më shumë të integritetit profesional. Unë sot në një status timin në Facebook e kam thonë si mund të një inxhinier që merret me projektimin e një strukture ose infrastrukture që është autostrada dhe autostrada të vërshohet. Do thotë është diçka që është vështirë me arsyetu si një profesionist mund me rënë ndikimin, po themi nëse guxojmë me thonë, ose ndikimin e politikës ose ndikimin e efekteve tjera. Bizneseve. Përderisa ai bart një përgjegjësi shumë madhe se të vërshohet një autoudhë, një autostradë, është diçka që thonë është një huqje e madhe profesionale. Nuk është diçka e thjeshtë. Mund të bëjmë gabimet e tjera, për në gabimet e tillë nuk guxojmë ta bëjmë. Do të për me qenë të sigurt se në infrastrukturë që ne e ndërtojmë si faktori njeri, kur e dizajnojmë atë, ajo duhet dimensionu në mënyrë të saktë, duke u bazuar në dhëna historike minimumi 100 vjeçare, të një periudhë të kthimit hidrologjik, apo edhe 1000 vjeçare, sot ekzistojnë programe kompjuterike që edhe për 1000 vjet edhe për 10.000 vjet nëse ka nevojë mundesh me nxjerr themi një maksimum të mundshëm të rreshjeve për me pose një maksimum i caktuar i rreshjeve mund me shkaktuar domet e tilla dhe pastaj në bazë të asaj dimensionohet një gyp, një kanal, një rrugë, një lëshus, një gyp kulluese kështu me radhë. Është problem të krijohen kanale sepse ne e dim fare mirë që një pjesë e konsiderueshme e Evropës ka sasi treshurash në mas të madhe të vitit, por ja që nuk ka përmbytje tilla, krijohen kanale, krijohen tubacione, orientohen ujrat, pse është kaq të lashët krijohen Nëse mundem vetëm nëse më lejuat këtu, se absolutisht gjithë kolegë këtu kanë të drejtë dhe natyrisht i kanë argumentet e tyre profesionale edhe shkencore. Përmbytjet nuk ndodhen vetëm te ne. E qartë. Përmbytjet unë i pash edhe sot i përcolla dhe në Itali është një situatë me thonë kaotike, për shkak pikërisht sasive të rreshjeve. Shtetet e cilat janë të zhvilluara, të cilat kanë kapacitete edhe teknologjike, edhe institucionale, edhe profesionale, edhe shkencore, edhe gjitha, janë duke u ballafaquar, domethënë çdo ditë më tepër me këto faktikisht domethënë probleme këtë rast thatësirat ose përmbytjet apo vërshimet. Po themi këtë, nëse për një periudhë shumë të shkurtë kohore, si në rastin tonë, brenda për shembull 6 orëve, bin mbi 50 mm rreshje me një region caktuar, kur e shpjegoj shumë mirë Sokoli, do thotë tani është sezona e që dimrit e është toka e ngopur me ujë, domethënë nuk ka kapacitet për me kapërdi më tepër. Avullimi është zero, nuk ka avullim e kështu me radhë, dhe atyre sasi që bjen domethënë me ne organizohet përmes rrjedhave, se ne dimë se lumetet ne kanë karakter malor, shumica, organizohen shumë shpejt. Domethënë për një pak kohë, domethënë vërshojnë, bëjnë dëme dhe ikin prej territorit të Kosovës. Natyrisht, po them është e pashmangshme mos me pas pasojat e tilla, por pasojat na nuk kem nevojë asgjë me zbulu as me shpik, vetëm se me punu drejt edhe me punu me standarde, me kritere çfarë duhet. Andaj pyeta, është aq problematike të menaxhohen. Nëse për shembull llogaritet intensiteti i rreshjeve, po supozojmë për Prishtina, Pompej, për një periudhë caktuar kohore, dhe themi kështu, nëse kanë rënë brenda 3 orëve, 30 mm, inxhinier që merren me projektim, domethënë të ujrave atmosferike, të kanalizimit e kështu me radhë, më herë din thotë se këto janë pamjaftueshëm për me kapërditja të sasi të ujit. Domethënë duhet të ekzistojë njerëz profesional, punë profesionale, por natyrisht domethënë edhe të kenë përgjegjësi. Dhe çështja tjetër, e tham, nuk po duam me ndërhime këtë, është e vërtetuar shkencëtarisht, me mbajtja e rregullt e lumejve, kur po thonë mbajtje e rregullt, nuk ka nevojë domosdoshmërisht gjithmonë me ndërmarrje, domethënë teknike me bë, po thjesht me mbajtje e thjeshtë, domethënë që është një periudhë 3 deri në 5 vjet, ku institucionet, këtë rast komunat, me mjete shumë të vogla buxhetore, segmente caktuar i mirëmbajnë. Mirëmbajtja në kupton mi hek trungje, degë që kanë rënë shtrat lumit, me largu e para, e dyta sedimente nëse ka dikon me rregullu, edhe natyrisht do thotë është ndoshta ky një moment fatkeqësisht është moment i keq, por është moment i mirë që gjithë ne duke i parë pasojat se faktikisht e potencion edhe kolekt, domethënë shpëllëzimi i pyjeve.
është një fatkeqësi shumë e madhe, procesi i erozionit. Gjitha këto ndikojnë faktikisht që një sasi e rreshjeve ndoshta me një menaxhim më të mirë, para prak kish mund me pas pasojë më të por ne nuk po arrim as ta ndalojmë degradimin masiv që po ndodh. Është një fotografi e drinit bardhë dhe një fotografi tjetër e ruajtur lumi dhe aty shohim gjendjen se si është në drinin e bardhë. Unë besoj që ajo nuk është bërë thjesht nga mos mirëmbajtja e degëve ose gjërave të tjera, por është ndërhyrja e faktorit njeri. Edhe nëse më lejon edhe një fjali është një fotografi tjetër regjia. Në fund me thonë për këtë pjesë. Jo këtë fotografi, një fotografi tjetër, këto janë, kjo është fotografia e lumit drini bardhë. Nuk ka ndërmarrje selektive në rrjetin gjatësisë sistemi lumor të Kosovës. Ato duhet me harruan. Nëse mendojmë ne se kemi me marrë një segment një lumi, apo një rrjet një lumi, me rehabilituan edhe në mënyrën më të mirë të mundshme, ne kemi eliminu vesh një problem shumë të vogël. Këto janë sisteme komplekse, duhet ndërmarrje shumë e madhe dhe duhet buxhet shumë i madh më bu. Pa bërë ne këto, faktikisht do të thonë këto kanë me paraqitën edhe tani edhe në tarmë. Që të ndërmarrje, si kemi gjendjen me lumet, po. Këtu du me qëndru. Se që kjo është që s'kuptohet. Besoni që problemet në Kosovë janë qaq thjeshta sa që s'ka nevojë fare për ekspertizë akademike të themi, për nga vim na. Sepse qaq thjesht për politikanët tonë, dhe këtu është aspekti që na, sidomos nga që jemi profesionista, rrimi larë politikës dhe themi, mos folëm për ekspo-pushtetin, është këj pushtet tani. Unë po flasë për qeverit dhe s'ka lidhi me politikën kush është tani dhe kush ka qenë më përpara. Nuk amnistohet askush. As amnistohet absolut askush, aq më pak ata që në momente të caktuara kanë pas pushtet ose këta që kanë tani. A që thjesht mendohet, e ndëgjut kolegun që si e shpjegoj Samir, a që thjesht mendohet kjo me rregullu shtretet e lumit, edhe ashtë problematike kanë shkaktu më shumë, besoni, kanë shkaktu probleme qeveria të na, Ministria Mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe disa komuna, disa për tyre madje edhe kanë marrë buxhet për Ministrisë Mjedisit dhe planifikimit hapësinor për me rregullu shtretet e lumeve e i kanë prish shtretet e lumeve. Unë i bona tani 46 vjetë, që nja 40 vjetë më ajman, kur në lumin lap, degradim më të madh shtratit lum, sesa në periudhen kur udhëheqte Agim Veliu dhe kur pretenduan se për rregullojnë shtratin e lumit nuk ka pas. Atje është një lagje e pireve, është lagje e fundit e fshatit komunës Podujeve që lidhet me komunën e Prishtinës dhe mbesoni që për 2 ditë jenë hup një 5 hektar tokë të punueshme. Toka për fushën e llapit edhe për atë pjesën e llapit kush e den pra, duke rregulluar shtratin e kanë thoni duke rregulluar shtratin e kanë shkatruar tërësisht. Se rregullimi pretendohet te na, di se kuptohet, mjafton ti me pas një buldozer, atje një leje, mi jep të nderin mikut shokut drejqit birit ku ta dione, edhe ai me dal me rregullu shtratin e lumit, pa kur fare ekspertize. Ka një